E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju mendimet, analizat dhe për të shikuar gjërat me lup, si themi ne. Tani do flasim pak për marrëdhënien e Brikenës edhe Mateos. Natën e mbrëmshme Brikena duheshte të tregonte një të vërtetë, duheshte të tregonte një ndjenjë. E vënë në presion në fakt nga banorët, Brikena përzjodhi që të thotë që unë nuk kam pëlqim për Mateon, përzjodhi që të tregon që nuk ka një lidhje dhe këtë gjë ne kemi folë disa herë që Brikena nuk mund të ketë një lidhje, se po të kishte një lidhje nuk do t'i premtonte një ndjesi, një emocion, një dashuri Mateos, dhe pikërisht do me thënë në këtë mes, Mateo përsëri vazhdon me shumë dinjitet të shkon nga mbrapa Brikenës. Por për qafimin, edhe pse në fakt ishte i sajuar, do me thënë është pak një histori e ngjajshme me historinë e vitit kaluar të Eglit edhe Gjestit. Ju e dini shumë bukur që Gjesti dhe Egli kanë patur një puthje të improvizuar në dhomën e surprizave, që erdhi në kuadër të një loje, që erdhi në kuadër të një sfide që vllau i madh kishte vënë për banorët, dhe pikërisht edhe këtë vit kishte një sfidë ku Mateo dhe Brikena dhanë një përqafim. Ajo që unë ndjeva në momentin e përqafimit mes Mateos edhe Brikenës nuk ishte një përqafim i thjeshtë. Ishte një përqafim me shumë shtrëngim, do me thënë dukeshin duart, ishte një përqafim tepër i ndjerë nga ana e Brikenës, por njëkohësisht i ndjerë edhe nga ana e Mateos. Momentin që Brikena u shkëput nga përqafimi, do me thënë përqafimi zgjati disa sekonda, sepse po të ishte përqafim artistik, skenik, do të ishte shumë i shkurtër, shumë i thjeshtë dhe do të mbaronte më një herë. Do me thënë vetëm në atë momenti që do mbylleshte skena, një sekondë dhe mbaronte. Ky nuk ishte përqafim artistik, ky ishte përqafim ndjenje, ishte përqafim pëlqimi, ishte përqafim dashurie. Unë mendoj që brënda kësaj loje, Brikena e dha një hap drejt Mateos dhe Mateo është i zgjuar për t'i kuptuar këto lëvizjet, nga që e nje karakterin e Brikenës edhe nga jashtë, e nje natyren e Brikenës edhe nga jashtë dhe e di se si Brikena vepron. Do me thënë, Brikena dhe Mateo më pas u kthyen në dhomë, ku Brikena përsëri mbante qëndrimet e saj të prera, sepse normalisht ka frikën nga familja. Kjo tashmë është e dukshme për të pranuar që të thotë që mua Mateo më pëlqen, unë dua të krijoj një diçka me Mateon dhe unë dua të nis një rrugtim me Mateon. Por kuptoj, do me thënë e ka këtë frikën, këtë sikletin e madh të familjes dhe nuk dëshiron që në asnjë mënyrë që të lëndoj familjen e saj. Do të shohim në fakt se çfarë do të ndodhë me këtë çifti. Natën e mbrëmshme pas përfundimit të Prime-it na kanë dhënë një ambient shumë të lezetshëm ku kapën për një mish. Mateo dëshironte që t'i linte në pjatë Brikenës një mish, Brikena tentonte që jo, sepse dëshironte që ta haja ai, do me thënë kishte një lloj emocioni në këtë mes shumë të bukur, por do të shohim se si do të shkojnë gjërat në raportin me Brikenën edhe Mateon. Janë një çift që kanë shumë dimension, janë një çift që pritet shumë nga publiku dhe unë jam i bindur që shumë shpejt Brikena dhe Mateo do të jenë bashkë.